Lëngun e kockave ne mund ta konsumojmë 1 deri në 2 goda në ditë, në 2 goda ku kemi një problem. Patjetër edhe 1 gotë për një farë kohe gjithmonë. Në rast se ne do kemi një problem, sidomos sepse sa më shumë që të zihen lëngu i kockave, sa më shumë që të qëndrojnë në frigorifer, sa më shumë të fillojë ripërpunimin, aq më shumë nivel të histaminës lëshon në zorën tonë. Dhe personat që nuk e tolerojnë mirë problemet e histaminës, nuk duhet që ta konsumojnë në sasi. Ose të paktën jo këtë lëng kockash që është zirë për një kohë gjatë, sepse vetë bakteret natyrore edhe kur janë të sigurta, prodhojnë histamin sepse është vetë procesi i nivelit të proteinave, aminoacideve dhe ndërtimit të disa elementeve të tjerë që proteinat janë shpërbërë. Atëre nxehtësia që do ta bëjmë në momentin që ne hedhim në ushqim, do ta rrisim më shumë për përqendrimin për problemet e histaminës. Mund të kemi dhe dhimbje koke, mund të kemi skuqje fytyre, mund të kemi ndoshta edhe rraje të shpejta të zemrës, mund të kemi dhe lodhje pas ngrënës dhe ne nuk e kemi kuptuar, mund të kemi sinuse të bllokuara, mund të kemi kriza të lëkurës si urtikari, egzem e tjera. Pra, problemi vjen nga histamina. Këta persona nuk duhet që të zihen shumë të kocka në orar. Pra, mos i zihen 6 orë, 8 orë, 10 orë. Le të zihen 1 deri në 2 orë, sepse është më e mirë dhe e tjetra të heqim pjesën e cipës së parë ku ka pushuar lëngu, që ta heqim, që mos shkaktoj sidomos pjesa e gjithë glutaminës e këtyre mos shkaktoj probleme të elementeve të prodhimit të histaminës, iritimit që ne tham. Pra, duhet ta zihen shumë më pak.